Në fshatin Çajl, në atmosferën e ngrohtë të muajit të bekuar të Ramazanit, u përgatit dhe u shpërnda hallf për besimtarët, duke rikthyer një nga traditat më të bukura që lidhin komunitetin. Sinan Elezi, një bamirës nga fshati Çajl, i tha televizionit Globi se ky organizim erdhi në mbështetje të mërgjimtarëve nga Çajla me punë në Minhen të Gjermanisë, si një shenjë për kushtimin dhe respektin ndaj vlerave fetare, por edhe si një moment që bashkon njerëzit rreth thryezës, bisedës dhe mirësisë. Aroma e hallbës së freskën nga kuzhina e Mona dhe duar që e shpërndanin krijuan një ndjesi afërsie, solidariteti dhe kujdesi për njëri tjetrin. Tashina ditë e agjerimit kanë vendos gurbeqarët të Minhenit, të Gostivarit, shpërndajnë hallf për këtë muin e shenjtë të Ramazanit. Unë personalisht vu faleminderoj gurbeqarëve të Çajlës, vendasit e Çajlës, këtë mujtë të shenjtë të Ramazanit të jenë sa më afër, të jenë me buzëqeshje, të hapin dorën njëri tjetrin, të jenë solidarësh bashkë dhe sa më mirë ta kalojmë një Ramazan më të lehtë me bereqet e shëndet e lumturinë familjar. Gjithë vu bëj apel, gjithëve banorëve, gurbeqarëve, bamirësve, të jenë më afër të jetimave, nevojtarëve këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, që edhe ata të gëzohen ta kjenë sofrat plot si kina ne. Kjo hallf nuk shpërndahet sëll për Çajlasit, për kush kalon këtë rrethin e kësaj rajonit Çajlës ka drejtmore se hallfa nuk është sëll për Çajlën, no për gjithë që kalojnë për muslimanët. Inshallah Zoti va pranof këtë muaj në shenjtë Ramazan me bereqet të shëndet, me buzëqeshje dhe sa më mirë ta kalojnë. Hallva, simboli jetës së ëmbël, mbart në vete domethëniet e thellë shpirtërore. Ajo është një ushqim tradicional që përgatitet në ditë të shënuara fetare, duke përcjell mesazhin se gëzimi bëhet më i madh kur ndahet me të tjerët. Përmes këtij gjesti të thjesht por domethënës, mërgjimtarët nga Çajla rikujtojnë edhe një herë se Ramazani nuk është vetëm koha agjerimi, por edhe koha afrimi, bujarie dhe kujdesi ndaj komunitetit.